prej aeroplanit, po shihet që një strukturë kriminale, e cila qarkullon 1 milion euro në territorin e Kosovës, të cilat janë ilegalisht, dhe nuk duhet të ishin pare të fituar me njerëz, po janë pare të krimit. A është përmend roli i klientit të juaj? Çka është përfshirë në kërkesë të cilin ju e keni pas për klientin? Kur gjë, si bashkëushtar. Ka po e dini ju që s'janë prej aktivitetit kriminal, kur asnjëri prej klientëve nuk e ka pranuar se unë më ka kontaktu personi që konsideron që ato mjete janë tia. Sinqerisht, po, një kërkesë të departamentit special e cila thirret në dyshimin e bazuar, e cila nuk arrin në kërkesën e saj, të faktoj, argumentoj dyshimin e bazuar se klienti im e ka kryer veprën penale, ka qenë befasi. Gjykata themelore në rastin konkret është e detyruar të veprojë konform gjetjeve konstatimeve të gjykatës së apelit e në asnjë variant të lëshohet në replikime të formave të tilla.